FB TV. Përshëndetje. Deri para 2 vitesh, unë mendoja se jeta ime kishte perënduar fiks aty ku kishin dalur dhe agrepat e orës së vjetër në dhomën time. Jam 60 vjeç, i mbetur vetëm pasi gruaja më ndroi jetë dhe djali im i vetëm kishte marrë rrugët e botës për të ndërtuar jetën e tij. Kishte lënë nusen, një vajzë 28 vjeçe, këtu në shtëpinë tonë të vjetër, sepse ashtu e donte tradita dhe ashtu kishte vendosur djali im. Baba, kujdesuni për njëri tjetrin derisa të rregulloj dokumentet dhe t'ju marr. Nusja ishte një grua që s'kishte asnjë lidhje me këtë fshat. Kishte mbaruar shkollën, fliste 2 gjuhë të huaja dhe këtu brenda, në shtëpinë time, ndihej si një zog i mbyllur në kafaz. Për 1 vit e gjysmë, jeta jon ishte një rutinë e ftohtë. Ajo gatuante, unë haja. Ajo lante, unë lexoja gazetën. Asnjë fjalë më tepër se buka është gati apo po e rregullova. Kaq flisnim. Por siç ndodh me stinet, edhe njerëzit ndryshojnë. Për shkak të një problemi me internetin në zonën tonë, ajo filloi të rrinte më shumë në obor pasditeve, duke u munduar të kapte ndonjë sinjal për të folur me burrin e saj. Unë duke mos pasur çfarë të bëja tjetër, fillova të merresha me kopshtin që e kisha lënë pas dore prej kohësh. Asgjë nuk nisi me shikime të rënda, nisi me shumë thjeshtësi. Ajo filloi të më pyeste për të kaluarën time, e për kohët kur unë punoja në qytet. Gjergj, më thoshte ajo, teksa qëndronte mbështetur tek trungu i kumbulles. Si ja bëje që e mbaje gjithat përgjegjësi në shpatulla pa u çmendur, e të rrije vetëm gjithë këtë kohë. Me durim moj goc, i thosha unë, duke hequr e kusitur barërat e keqenj në obor. Me durim dhe me shumë heshtje, ja ktheja përsëri. Ajo qeshte, e ishte një e qeshur që filloi të më prishte qetësinë e 60 viteve të mia. Ajo filloi të vishej pak më ndryshe. Jo se donte të binte në sy e as të bënte ndonjë gjë, por thjesht për të ndjer veten më të lumtur e të hiqte pak mërzin. Kishte raste kur dilte në balkon me flokët e lëshuara, e unë, duke u kthyer nga kopshti, ndaloja e shihja atë pamje si të ishte ndonjë vizatim i rrallë. Ngacmimet tona, pa dyshim, e në asnjë mënyrë nuk ishin fizike. Njëherë ishin vetëm mendore. Unë e pyesja shpesh, a nuk të duket kjo një jetë e mërzitshme kështu, me një burr që e ke larg dhe një vjeher që rri e shkruan nëpër gazeta e libra? Ajo vinte pranë meje, merrte ndonjë mjet kopshtarie dhe më thoshte, nuk është e kotë, është pritje, por tani me të vërtet kete drejt, pritja të vret më shumë se puna. Pastaj vinin ato momentet kur ajo më thoshte, ti je burr i pashëm Gjergj, sikur të kishe lindur 40 vjet më vonë, ndoshta do kishin folur ndryshe. Unë bëja sikur i ktheja shpinën atyre fjalëve e qeshja. Po, por do kisha mbaruar nga stresi i botës moderne. Unë jam i kohës së vjetër, aty ku fjalët vlejnë më shumë se çdo gjë, i thoja.
Çdo gjë ndodhi një të martë të zakonshme. Kisha thyer një gotë kristali të vjetër që kishte qenë e grua sime. Me kishte kapur një trishtim i madh, sepse ishte ndër gjërat e vetme që mi kishte mbetur si kujtim nga ajo. Isha ulur në dyshemene e dhomës së ndenjes, duke mbledhur copat e xhamit, kur ajo hyri. Çfarë bëre? Me pyeti e shqetësuar. E theva copë therrime, i thash, dhe zëri me doli si i një burri që i ka humbur pothuajse të gjitha. Ajo ul pran meje, për herë të parë, nuk e mbante distancën e nusës. Ishte e shqetësuar për mua. Ul aq afër sa ndjeva edhe peshën e saj. Nuk më ndihmoj të mblidhja copat. Thjesht, vuri dorën e saj mbi dorën time, aty ku kisha një shenjë nga xhami i thyer. Lëri këto, përshpëriti ajo. Nuk ishte thjesht një gotë, ishte gjithçka që ke mbajtur mbyllur. E shikova, sytë e saj ishin të mbushur me një lloj djemshurie që nuk e kisha marrë kur nga djali im apo nga miqtë e mi. Ishte një dëmshuri gruaje që kuptonte se çfarë do të thotë të jesh i vetmuar në një shtëpi të madhe e të vjetër. Nuk kam me këtë i them ato gjëra moj goc, i thash unë, duke mos e larguar dorën. Flit dhe shprehu me mua, më tha ajo, unë jam këtu. Atë çast, çdo gjë rreth nesh u zhduk. Shumë mendime me vinin e kokë, e nuk dija as nga t'ja filloja e as se çfarë të thoja. Nuk ishte më aty vjeher dhe nuse. Ishin vetëm dy qenie njerëzore e dy shpirtra të lodhur nga pritja dhe nga heshtja. Ajo u ofrua pak, jo me nxitim, por me një lëvizje që ishte sa e pafajshme, por aq edhe e rëndë. Mendoja që të dilja nga ajo dhomë e të filloja përsëri punën e kopsht e të harroja çdo gjë. Por jo. Ishte përplasje e heshtur e dy botrave tona. Kisha qenë vetëm për shumë kohë, dhe si për ngushëllim, unë mbështeta kokën të krahet e saj. Edhe ajo, me përkëdheli flokët, me një lëvizje shumë të ngadalt, si të isha prindi i saj. Por në sytë tanë, në atë dhomë, nuk ishte as një lidhje prinderore. Ishte thjesht një gjest për njerëzilek. Ishte ajo ndjesia humbur e të qenit i rëndësishëm për dikend. Pastaj nusja unë ngrit pak. U përballem e nuk kishte as një fjalë tjetër për të thënë. Ishte momenti kur heshtja gjatë e një viti e gjysëm u thye. Nusja vuri dorën tek faqa ime me një prekje të lehtë si penda, dhe unë, pa e menduar e pa e analizuar, pa asnjë shkak tjetër përveç nevojës për të ndjerë edhe një herë, e tërhoqa drejt mejet, e përqafova. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.